Gjykata e Apelit ka vendosur që Pren Shota, 66 vjeçari banor i Saçiles, të lirohet nga burgu dhe të vendoset në arrest shtëpie me byzylik elektronik. Ai ishte arrestuar fillimisht për bashkëpunim për vrasjen e Vladimir Topianos, një 43 vjeçar me origjinë shqiptare, që ndodhi më 6 prill përpara Bar Sporting Milan Club në Fontana Fredo, pas një debati të ashpër. Autori i drejt i krimit është Roger Shota, djali i tij, i cili u arrestua po atë natë në Orsaggio. Hetimet kanë zbuluar se sherrri mes palëve nisi në një bar në Viale Republika në Saçile dhe ka të ngjarë të ketë pasur lidhje me një konflikt të mëparshëm mes dy familjeve në Shqipëri. Gjatë përplasjes në Fontana Fredo, Vladimir Topiana e sulmoi fizikisht Pren Shotën duke i kafshuar veshin, ndërsa ky i fundit ndodhej në tokë. Në atë moment ndërhyri Roger Shota, i cili nxori armën dhe e qelloi 2 herë, duke e plagosur Topianën në kokë dhe në bark, çka i shkaktoi vdekjen e tij pak më vonë. Fillimisht dyshohej se Pren Shota ishte në dieni të armës që mbante djali i tij, por më pas në bazë të dëshmive të dhëna nga ai dhe analizës së gjykatës, u konstatua se ai nuk kishte dieni për qëllimin e djalit dhe se vrasja nuk ishte e paramenduar. Për këtë arsye, gjykata vendosi të zbusë masën dëshkuese duke e transferuar nga burgu në arrest shtëpie.